Pogradeci vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët vendas dhe të huaj gjatë sezonit veror. Liçeni, shëtitoria, pika turistike e Drilonit dhe fshati piktoresk Tushemisht janë pjesë e guidave të vizitorëve që zgjedhin këtë zonë për pushime verore. Në këto ditë vere, Pogradeci është i mbushur me turistë. Shëtitoria kryesore e qytetit gjallërohet sidomos në mbrëmje, kur pushuesit dalin për të shijuar atmosferën buzliqenit. Në tjetër pikë frekuentuar mbetet Driloni, i cili me burimet, gjelbërimin dhe natyrën e veçantë tërheq çdo vit mijëra vizitor. Edhe Tushemishti me arkitekturën karakteristike, traditën dhe gatimet lokale vijon të jetë një prej destinacioneve më të vizituara në këtë zonë. Ndërkohë, shëtitoria buzliqenit, në ndritat e neonëve dhe tingujt e muzikës, kthehet çdo mbrëmje në një nga zonat më të gjalla të qytetit. Artistë të ndryshëm sjellin muzikë dhe performanca duke krijuar një atmosferë festive për turistët dhe qytetarët. Mes pushuesve janë dhe emigrantët shqiptar, të cilët si çdo vit rikthehen në vendlinje për të kaluar pushimet pranë familjarëve dhe të afërmve. Pogradeci, Driloni dhe Tushemishti veten kështu një kombinim i natyrës, traditës dhe turizmit, duke e kthyer këtë zonë në një nga destinacionet më të preferuara të verës shqiptare.